Dje ngjarja kryesore ka qenë Ishin disa, po ja, dhe faleminderit që nuk më ndërpret asnjëherë. Jo, po pse si the më kryesorisht Dalia Limit. Jo, Dalia. Po s'ka bën mundikun tonë. Dalia e kutisë së Pandorës. Kishim kuti Pandore, mendoj dje dhe ta nisim me atë, e cila kishte një të mirë dhe një shumë të keqe. Ta Ledioni, por nuk më duket aq shumë e keqe. Ajo e keqja, prisim diçka shumë më të rëndë. Jo, Ledioni sa që ishte e keqe dhe për mua për konditat që ishte, domethënë për kushtet e tij, rrethanat që është brenda izoluar etj, sigurisht që e keqe ishte. Edhe ti thuash perverse, manjak, se po të vijemi në lëkurën e mirit. Ta kujtojmë vetëm një herë, edhe një herë për ata që kanë humbur, hapet kutia e Pandorës, mira ishte që miri takon vajzën, dhe shmallet me të, dhe e keqja ishte që të dëgjoj një koment që është bërë nga babai i Selinit, ku kryefjalë e komentit ishte që miri është pervers. Tani, se është një qik, unë po flas nga konditat që e njoh, e kupton? Mirin, edhe duke qenë se e kam përsëritur disa herë, jemi një brez që jemi rritur në kushte tjera, shoku për shoqen shkonte rrifeshe me një që ngacmonte këtë shoqen, kemi qenë motra brezëre ndryshe. Këto gjëra janë harruar fare, është e vërtet. Do të vi akuza direkt nga babai është përgjegjësi e madhe kur je baba. Dhe ai e përjetoi për mendimin tim fiks kështu. Domethënë në konditat e një babai që dëgjon. Po është e tepruar mendoj komenti i babait të Selin? Jo, por mendoj që edhe sjelljet e mirit lën shpesh vend për të aluduar. Tani ne duhet ta themi këtë, unë kam mbrojtur gjithmonë tezën e tij, por vend për aludime ka lënë. Me që dasa ka vend për aludime, ja po kalojmë tek pjesa e mbrojtjes tezës së tij. Po ti isha unë si miri, as falja as gjë do i kërkoja, në radhë parë do i thoja me që ka puna këshu, maj dhëm ti e do kokocën tënde. E ke 23 vjeç në radhë parë, nuk është fëmijë, a kupton, nuk i kam hyrë me zorë kërvat, është personi që ti dhe mesazhin shumë të fortë asaj me që po e dëgjoj mesazhin, se kam dëgjuar që kush është i tepërt ti nga i kërvat, unë nuk e quaj vetëm tepërt, ajo nuk e quaj vetëm të tepërt, kështu që ne mund të rrim të 2000 shumë bashkë në këtë kërvat. Pra është 23 vjeç, është mos e madhe. Jo, bile për moshën është shumë e rritur. Kështu që nuk e di domethënë, po këtu prap them që miri nuk është lojtar. Monika, po pse do ta dëgjonte miri këtë koment të babait të tij në këtë pikë si një lojtare që ke qenë dhe ke ndjekur shumë dinamika. Pse i shërben lojës ky moment që ta dëgjonte? Për të nxjerrë dhe për të filluar zjarret brenda shtëpisë, të fillojnë një çik diskutime, të japin një shtysë akoma më të madhe sepse Bigu po shikohet që është pak i vakët, edhe kërkojnë ngjarje, si thon, të japin një shiri. Dinamika. Dhe filloi dinamika që në momentin kur doli nga dhoma, filloi Selini. Ajo që unë dua të them është që vazhdoj dhe e them nga përvoja ime, mund të jenë komplet kundër të gjithë njerëzit, por aty ndonjëherë bëhen ca lidhje, bëhen shikime, bëhen përqafime, mund të puthesh, sepse janë situatat që ndjen dhe ti je komplet, domethënë nëse unë e quaj mos e normale. Unë për shembull, ja thash edhe çik dje me mesazh Meridianit, e thash edhe pak këtu, edhe unë kam pas një konflikt kështu që dukesh sikur, shiko ti, o tani do jesh me mua o s'ka. O me mua, o me asnjë. Kjo ndodh me lojtarë që nuk kanë sigurinë vetë. Dhe që e duan lojtarin, e duan se duhet të kuptohet që në një lojë unë do kem një aleat, unë do ta dua Dasarën. Po mirë, po pastaj do ta dua Meridianin deri në një fik. Ajo që mua nuk më pëlqeu shumë është që unë e kuptoj babain e Selin, e kuptoj si prind, por duhet të kuptoj një gjë që vajza është futur aty brenda dhe do luaj. Si e rritur, jo, është e vaksinuar, që ka përgjegjësinë e tij sa ato. Monika shoqur që e the se na shmendën komentet, ju jeni nëna, ju jeni vajza, unë jam i rritur, ka marrë përgjegjësinë e vet. Absolutisht. E mbaron edukimi jon deri në 18 vjeç. Si e kemi edukuar, si është rritur në familje, të lutem ta mbaroj. Ai vetmi gjë që unë nuk pranoj, po në mënyrë kategorik, është kur prindrit ose kur i kryqëzojnë nga jashtë dhe prindrit fillojnë dhe bëjnë këto deklarata që sikur të ishte gabim vajza e tij, ai do të ishte në krah të vajzës,
sepse unë e kam thënë nga dita e parë dhe do të jem besnike deri në kësaj ditë që ajo po luan shumë bukur. Po sikur gruaja e Mirit të zgjohej një ditë që nuk e bëri në fakt dhe të thoshte vajza në fjalë është afruar më shumë se ç'duhet burrit tim. Po, okay. Është njëjta gjë. E ke pranuar. Çështja e këmbështrimit është pra e shoh që tash fillim je futur në krevat, i jati që një mesazh shumë të qartë kush është i tepërt. Pra ti nuk je tepërt. Kush është i tepërt? Pra, mesazhi i Jo, tjatit. ti je princeshti, mos i ka krevate. Po mesazhi i tjatit, domethënë ishte nuk e di me çfarë kuptimi mund ta marrë njeriu atë, se thotë kush është i tepërt? Ti mos lëviz, kush është i tepërt? Ishte për mua goditje shumë e fortë emocionale për Mirin, për e përballoi Mirin. Për Mirin ishte goditje e fortë, sepse Miri ka vetëm një gabim në gjithë të rrugtim deri tani në lidhje me Selinin, që e deklaroi se e shoh si vajzën time. Tyre po, mu dha mundësi jemi në një lojë, po. Po nuk ishte kontrastisht edhe dalja e vajzës që po, ky është gabimi i Mirit që nuk i lë shumë mundësi të mbrohet në disa mënyra pastaj. Këto janë kështu, këto fraza. Këtë frazën që e shikoj se atëherë për ta mbyllur këtë pjesën e Mirit. Jo, e di si janë këto frazat që ti je aty, për shembull, nëse ti përsëri rastin tim, mbrojta Fifin dhe në një moment thash diçka për Semin, kështu është edhe kjo fraza, po ti nuk arrin dot ata kuptosh. Të lutem, po nuk mund thush edhe në prime prap live ti në emision që jo pse kontamore sepse ti nuk mund thuash që dua që goca ime të ngjaj Selin, lutem. Se Selina nuk është se ka bënë vepër mallore, ka treguar diçka që më dori një sekond. Unë i thash Fifit të puth dhe të dua gusha ime dhe u odh një publik i tërë, i erdhi vajza dhe nuk i tha asnjë epitet që ti e mban mend, u ngriti gjithë publiku, u diskutua gusha këtu. Po nuk është krahasim pra. Jo, pra është krahasim, sepse nga një nuk është krahasim sepse është mashkull femër, ka një krevat janë përkthyer Selina, ama se sa tani për kamelje se ti pak për kamelje tani. Selin dhe Miri. Kush është më i fortë tani, Selin dhe Miri? Absolutisht është Selin. Edhe ka treguar këtë dhe kjo është një nga gjërat që të bën të dyshosh që e ka humbur fillin e lojës Miri për shkak të debolesës që ka për Selinën, por se dua ta theksoj këtë, kur flasim për ndjenja nuk flasim për perversitet dhe për manjaklëk. E marrim një sekond që i kanë lindur disa ndjenja të sinqerta këtij djalit për Selinën. Këtij burrit që e bën mos është një burr i martuar etj. Tani martuar kemi qenë të tërë, na ka ndodhur, që ka kështu një pjesë e madhe. Që ka kështu? Jo, e kam fjalën që jeta është e gjatë edhe impulse dhe instinkte ka. Patjetër se jemi njerëz. Çfarë bën njeriu mos e vërtet. Çfarë bën njeriu të ndërgjegjshëm? Ndjenja e përgjegjësisë. Pastaj ai do dalë dhe do kontrollohet. Kjo e bën jo manjak fakti që kontrollon veten. Është tepër ajo që thamë se nuk mund t'i thuash edhe manjak goca 23 vjeç që shkon kërvati afrohet vetja e mundësi nuk i shkon. Jo, mos ojnë. Dua të kuftoj pak një dinamik tjetër që lidhet prapë me Selinën, po dhe me Mirin. Ky Gimbo ka shanse që të arrijë në gjë me Selin? Mua më pëlqej shumë ai.